Fermerët në zonat kryesore të prodhimit të mollës në Devoll, Zvirin dhe Dvoran ndodhen në periudhën më të rëndësishme të rallimit të pemtoreve, një proces i domosdoshëm që kryhet çdo vit gjatë muajve maj-qershor. Specialistët e bujqësisë theksojnë se rallimi i mollës duhet të përfundojë brenda 2 javëve, në mënyrë që pemët të krijojnë sythat frutor për vitin e ardhshëm dhe të sigurojnë prodhim cilësor të qëndrueshëm. Shumë i nevojshëm për të rritur cilësinë e prodhimit dhe për të patur prodhim nga viti në vit. Pra mos kemi prodhim periodik. Muaji qershor është muaji i diferencimit të sythave frutor për vitin e ardhshëm. Prandaj në qershor ne duhet ta kemi pemën të ralluar. Sipas specialistit të pemtarisë, procesi realizohet në 2 mënyra, manualisht dhe me preparate kimike, ku kjo e fundit po aplikohet gjerësisht për shkak të mungesës së fuqisë punëtore dhe efikasitetit më të lartë. Rallimi është në 2 mënyra, rallim manual tradicional, pra rallim me dorë, duke lënë nga një kokër në çdo degëzë prodhuese. Kjo formulë zbatohet dhe me një distancë të baraslarguar 10-15 cm degëza nga degëza, në mënyrë që të kemi prodhim jo vetëm të përvitshëm, prodhim cilësor për masa fizike të plota të frutit, duke eliminuar frutat e deformuar, duke ulur ngarkesën e pemës me prodhim dhe duke dhënë mundësinë për të krijuar lëndë rezervë për vitin e ardhshëm. Në zonat me potencial të lartë të prodhimit të mollës si Devoll, Zvirin dhe Dvoran, po aplikohet gjerësisht rallimi kimik, i cili sipas fermerëve ka dhënë rezultate pozitive. Është përdorur me sukses, fermerët janë të kënaqur, është përdorur acidi naftalen acetik, janë përdorur disa preparate të tjerë të suksesshme, kanë dhënë rezultate dhe kanë lënë nga një kokër në çdo degëzë prodhuese, pra frutin kryesor. Qarku i Korçës prodhon rreth 120.000 ton mollë në vit, sasi e cila shitet kryesisht në tregun vendas e më pak në vendet e rajonit.